Kudo po komentohet ferma VIP dhe deklarata e bushme që bëri Ola. E pikërisht për këtë deklarat edhe për veprimet të tjera që Fabiola Ileza ka bërë, Agaj ka marrë një vendim duke e lënë në dorë publiku të vendos nëse do të qëndrojë Ola në fermë apo do që ajo të dalë të premten e Prajmit, edhe pse publiku e ka dhënë mendimin e tij nëse do të hysh në rrjetet sociale në emisione në biseda të përditshme, janë kundër qasjes që kjo vajzë re ka treguar, edhe pse ne jemi gjithmonë mbështetës ndaj një rinie që ka një guxim, që ka një forcë, që ka një karakter, por jo të shkelen gjëra si që ka shkelur Ola, nuk e di kush e ka fryrë, çfarë ka ndodhur, apo ashtu është ajo. A kemi realisht të bëjmë me një brez të ri, një pjesë së cilës është si Ola, që ka këtë arrogancën, që ka këtë gangsterlikun, që fjalën e fundit e thot të parën, që flet pa menduar, që ndikohet nga impulsi, nga emocioni, nga një lloj rebelizmi, por pa fre dhe pa produktivitet. Sigurisht që unë e thash, publiku e ka dhënë qastin e tij që Ola duhet të dalë nga ferma për gjithë gjërat që ka bërë, që nga fjala e shumtuar që i tha Arbanës, që nga veprimet fizike që ka bërë deri tek mosrespektimi i vetë fermës. E pam dhe në Prajmin e shkuar që u ngrit, ka një lloj kapriço, ka një lloj nervi, që sigurisht kjo vjen si pasojë e një lloj tangërlliku që ajo ka, apo nëse do ta marrim në disa pjesë të tjera si një lloj të drejtë që ajo sheh që produksioni ndoshta mund të bëjë një sy qore, një veshurt ku vjen tek puna e Mozës. Po Moza nuk kalon në banalitet, Moza nuk kalon në lëndim fizik, Moza nuk kalon në prekje siç kanë kaluar të tjerat që ja kanë bërë edhe bullizimi dhe talli dhe gjithçka në grup, edhe pse po ta hapësh ta shikosh fermën live në YouTube, flasin për Mozën, siç flet edhe Ilir që më ka befasuar, jo për mirë, sigurisht që ai është një dredharak i këtyre situatave, ka kaluar një kohë të konsiderueshme gjatë ditës së sotme me Mozën për dy arsye. E para, e pa se ata që i fryu në përvesh apo që i mbante si miq nuk e dhanë votën në Prajmin e shkuar si për t'i dhënë imunitet apo për ta shpallur si fermer të preferuar, dhe pjesa tjetër e pa se sa grop është kur ka një lloj tendence për të sulmuar edhe për të gjykuar Mozën dhe për ta rënuar le të themi në kuadër të lojës. Nuk ja doli kur ishte vetë dhe u fut në fermë, e pa që u kritikua në qasjen që kishte. Çfarë bëri këto kohë? Nxiti të rinj që janë më të lehtë për të manipuluar dhe i futin atë qërsokakun e tij, që nga Dioni, që nga Ola, që nga Gresa, që në mënyrë të llatarshme ka ndryshuar qëndrim në atë shtëpi, edhe pse fillimisht ajo ishte me Mozën, pranonte gjithçka që kjo shkrimtare e madhe bënte në atë shtëpi, edhe padyshim një fenomen i fermës, por pa shkuar dhe pa prekur shumë Mozën, doja që t'japja një mendimin tim për si e shikojun tani më pozicionin e fermerëve të tjerë, siç e përmenda. Për Gresën ka ndryshuar 360 krah në raport me Mozën, tani e shikon si një person që do takohet në gjykat, Gresa pra. Por si të qoftë, besoj që është influencuar keq nga Iliri, i cili i jep një suport, i mbështet, i kre flokun, i kre bishtin, pastaj i vërsul edhe kur janë gabim, i ledhaton. Është dinak në lojë, derisa do ta përdor këtë gjë dhe sa do të jenë të aftë fermerët e tjerë për ta kuptuar, kjo është në dorën e tyre. Shikoj një lloj tendence të Sarës thjesht për të kritikuar, është bërë shpeshherë shumë e bezdisur edhe për audiencën, qasja e saj si brigadiere apo për të vendosur kufi. Ishte një lloj komunikimi që kishte Moza me Soni sot, ku i thoshte nëse ti bën palesë, shiko sa e ke pjatën. Ishte një lloj batute apo një lloj gacmimi i lehtë. Sara u vërsul që ku e gjenti të drejtën, nuk duhet ta bësh këtë, nuk duhet ta bësh atë. Pra me Sarën do të kesh një libër edhe duhet i përmbahesh pikave, edhe pse vetë ajo gjithë ditën flet për Mozën në përcepa, bën gabimet e saj, por sigurisht kur vjen puna për të korrigjuar dhe për të shigjetuar në epicendër dhe në maj të gjuhës ka sigurisht Mozën, se vetë Soni tha, mua nuk më bën përshtypje, nuk ndihem në siklet që Moza ndoshta mund të përmendi ushqimi, mund të përmendi që unë ushtrohem, që jam një femër e palestruar, që merrem me fitness. Nuk e kishte bezdisoni edhe nuk e kuptoj pse të tjerët u angazhuan për të nxitur një lloj situate nga hiçi, dhe pse janë këta që thanë dhe u shprehen që unë ore se harrova
Sony në prajmin e së hënës sa do dalë, po është ende që nga jena shtëpi, por si do qoftë, doja të thoja që këta janë bërë grup dhe kanë rënë dakord që nuk duhet të merren me mozën, ndërkohë që i gjenë për cepat vetëm duke folur për këtë, siç ishte rasti i fundit, por sidoqoftë ferma ka dhe zhvillime të tjera dhe duke u ndalur aty ku e nisa mbrëm, Ola kishte një lloj reflektimi të çuditshëm, ndoshta shpenduar për gjitha gjërat që ka bërë, dhe pse ajo u shpreh që fjalën kuçki ja tha Arbanës për të parë sa peshon kjo fjalë, si do trajtohet dhe sa vend ka, por ta di ajo që është kryqëzuar nga një publik i gjerë, një publik i madh që nuk e pranon këtë qasje, më shumë në ekran aty ku shikojmë një lloj dritare për të marrë një lloj shprese për një energji ndryshe, se na ka mbytur energjia e keqe në përditshmërinë tonë, por sidoqoftë ka bërë një lloj reflektimi Ola ku ndoshta ja ka lënë në dorë publiku, dhe pse siç u shpreh publiku si kur më parë në masë të madhe, nuk dua të vë shifër, por që është kundër qasjes që ajo ka bërë në shtëpi, veprimeve të saj, fjalëve apo dhe prekjeve fizike që Ola ka bërë sigurisht. Por nuk e di sa me vlerë është tani ky reflektim, kjo qasje, a është thjesht një maskim në kuadër të asaj që i erdhi pas leximit të zarfit, edhe aty ku erdhi zarfi i vendimit të Agajt, ajo zgërdhinte pra. Edhe kur moza i pas ka thënë kuçke vogël zgërdhiet, edhe ku vjen një zarf nga Agaj me vendim për qëndrimin e saj apo jo, Ola zgërdhiet. Prandaj themun që ka një lloj tangërdhiku të një truri që më së shumti ka një lloj portaliteti se sa një qëndrueshmëri edhe një ekzistencë në këtë tregun ton të çorëditur mediatik, por sidoqoftë është një frymë që është mes nesh, është një frymë që shikohet edhe për në ekrane, edhe pse gjithmonë ka një lloj nëntereze që dilet në këtë pa, pra për të mbrojtur dhe për të hequr këta persona që kanë këtë qasje siç e kemi parë dhe Olën, dhe pse është e trisht që ne duhet të dalim kundër një vajze të re, por që është kjo vajzë e re që me gjithçka që ka bërë duke treguar veten në ujëra të zeza. Padyshim që vëmendja ndaj fermës është rritur që pas prajmit së hënës, Arbana nuk ka një reagim, nuk ka treguar asgjë, është treguar shumë, le themi, e matur në atë qëndrimit e saj përpos situatës së drejt për drejt që kishte kur Ola i tha fjalën dhe nuk ja ktheu me të keqe, edhe pse kurioziteti është për të parë se si është ndjerë, si e ka marrë, si është perceptuar, por do doja të dija edhe mendimin tuaj për gjithë këto situata që po ndodhin në shtëpi. E para, a duhet të eliminohet Ola me votën e publikut, a duhet të ketë një tjetër qasje e banorëve dhe të mos fokusohen vetëm tek moza, se realisht ata janë të fokusuar pothuajse 80% të ditës së tyre, të mbrëmjes, të natës, të vetjetesës, merren duke gjykuar mozën, merren duke analizuar veprimet e mozës dhe kanë harruar që të japin nga vetja, qoftë Sony ka harruar që të japi pjesën artistike, të ndaj, të jetë më e përfshirë. Është shumë e përfshirë në pjesët e fermës, e shikoj shumë të angazhuar që pastron, bën, por e shikoj shumë pasive në pjesën e lojës për të bërë diçka, se nuk mund të jesh vetëm aktive në një sektor dhe në tjetrin të jesh, le themi, e ngurtë apo të japësh atë lloj energjie të keqe, një lloj energjie me një lloj tendence që është jo e përshtatshme dhe publiku nuk është se e përqafon shumë këtë lloj situate që jo vetëm Sony, por edhe të tjerët, një lloj smirliku, një lloj energjie keqe që kanë atë fermë e qimozën. Jo se është fenomen, por ajo din të jap energji të mira, din edhe të përçoj tek audienca, është shumë i lidhur me publikun dhe prandaj publiku e mbështet, e voton, e pëlqen, ka kureshten për të parë në të gjitha dimensionet, në çdo sfidë, në çdo ngacmim që bën, në çdo rrugtim që ajo ka bërë deri më tani në Ferma VIP, sigurisht që është e ndjekur, por më kryesorja, mos harroni edhe të jepni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.